Rahim, alhamdulillah, salatu wa salamu ala khayri khalqillah, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Begatitë e Allahut dhe lavdatat qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën deri në ditën e fundit të kësaj bote. Kemi mbetur në pjesën e parë të ligjëratës tonë tek disa prej ndikimeve që duhet t'i vjelim dhe duhet t'i arrim përmes emrit të Allah xhallahu ala al-Qabid dhe al-Basit. Dhe kuptimet e këtij emri përmendëm në fillim të ligjëratës së parë. Dhe tash vazhdojmë me tutje me disa prej pikave tjera që kanë me këtë emër dhe kemi mbetur duke thënë se jeta është e tillë dhe ky është ligji i Allahut azza xal që jeta ndërtohet në kufizime dhe ndërtohet gjithashtu në zgjerime. Por besimtari duhet shikuar se cili aspekt po i zgjerohet dhe cili aspekt po i kufizohet. Dhe në bazë të kësaj pastaj ai të jeton jetën e kësaj bote, të gëzohet apo të mërzitet dhe kjo mërzitje të pozitive për ta ndryshuar gjendjen e tij për të mirë. Në një tjetër lëndëruar edhe ato aspekte që Allahu xhallahu ala na i ka zgjeruar, unë e përmenda, duhet shikojmë se Allahu xhallahu ala ana ka zgjeruar apo na e zgjeron aspektin fetar. Kjo është e rëndësishme. E dyta pasaj të shikojmë se edhe ato aspekte tjera që na i ka zgjeruar Allahu xhallahu ala, zgjerimin e tyre apo e përdorim në llogaritë të zgjerimit të fesë apo këto funksionin të ndara. Kjo është më rëndësishme e kuptu. Duhet shikuar gjithmonë në zgjerimin e fesë. Pa mënoj feja në kuptimin e gjerë të saj, të zbatimit të urdhave të Allahut azza xal, të raporteve me të raporteve me njerëz në bazë të mësimeve të Islamit e kështu me radhë, që ky aspekt është zgjeruar, apo nuk duhet mjaftuar vetëm me zgjerimin e këtij aspekti. Kjo është ndikimi i tretë me radhë i këtij emri, por duhet që edhe ato aspekte tjera që Allah na i ka zgjeruar. Për shembull, Allahu xhallahu ala ta ka zgjeruar dijen, ta ka zgjeruar pasurinë, ta ka zgjeruar trimërinë dhe guximin, ta ka zgjeruar autoritetin, ndikimin tek njerëzit, apo edhe gjitha këto duhet të jenë prapë në shërbim të zgjerimit të më të tjershëm të asaj të parës. E jo të ndarë. Dhe gjithashtu, gjitha këto aspekte që Allahu t'i ka zgjeruar, duhet që përmes tyre t'u azgjerosh të tjerëve atë që u duhet për t'ia zgjeruar. A është e qartë apo? Për shembull, Allahu xhallahu ala nuk u ka zgjeruar të gjithëve njëjtë në rrafshin e diturisë. Apo dikush është më i kufizuar e dikush është më i zgjeruar, pa them kushtimisht në këtë drejtim. Nuk duhet mjaftuar me zgjerimin personal, por duhet gjithmonë ta dim se ati e ka kufizuar, apo për të sprovuar ty se me këtë zgjerim që ta ka bë, në atë fushë që ati e ka kufizuar, çka kime bëti jam. Nuk jo këtë punë ndame, nuk jetoj njerëz në ndam, unë punë të mia, unë territorin tim, unë zgjerimin dhe kufizimin tim, ti zgjerimi ja. Zgjerimi jam është në llogari të kufizimit tën. Edhe kufizimi yt është në llogari të zgjerimit tim. Dhe kundërta. Kufizimi jam është në llogari të zgjerimit tën. Qase Allahu xhallahu ala zbrat një rrezik, pastaj e ndan mes në robëve. Ajo është një tërësi që vjen nga i njëjti Zot xhalla xhelaluhu. Pastaj ndarjen me odhon tetonve njëjtë prishet sistemi. Duhet dikujt më ngushtu e duhet dikujt më zgjeru. Dhe furnizimi, sikurse kemi përmend, nuk është qëllim vetë. Nuk na çon Allahu xhallahu ala ushqimin apo qëllim vetëm me hongër, jo. Andaj nuk ja ka zgjeruar dikujt mundsinë e ushqimit të mirë dhe nuk ja ka kufizuar dikujt apo veç ashtu, në mënyrë individuale me kondor. Po që këtij s'ka zgjenu, mua më ka zgjenu edhe u kry puna. Jo. Duhesh me ditë, me shiku se në atë aspekt ku Allahu ta ka zgjeru, duhesh me ditë se domosdoshmë ka të tjerë që u ka ngushtu. Ka të tjerë që u ka ngushtu. Dhe tash ti me këtë që Allahu ta ka zgjeru, sa po bën ti që t'ju zgjerohet atyre që është ngushtuar që ka kërkuar Allahu prej te. Kjo është mësimi i jetës i madh. Në çdo aspekt. Thash në aspektin e dijes, në aspektin e
furnizimit, rrezikut, material, çdo aspekt tjetër. Prandaj nuk ja ka ngushtuar atij vallahi për asgjë, pas me sprovu ty çka po bën me këtë që ta ka zgjeruar. Dhe për me tregu se tilkel ayamun udawiluha bayna an-nas, këtu janë ditë që Allah i sjell mes njerëzve, dije se rrethi i ngushtimit është duke t'u afruar ty, e duke t'u afruar ty rrethi i ngushtimit, ai zgjerimit tonë është të shku dikujt tjetër, që është kjo botë apo. Apo prandaj qysh ki qef musil dikush me ty, kur të prek rrethi i ngushtimit, sill me ato që ka prekë ngushtimit kur ty të ka prekë zgjerimit apo. Që kjo është jeta. Andaj edhe në dituri, edhe në çdo aspekt tjetër. Dhe na në aspektin e dijes, ana ka pa Allahu xhallahu radia. Dikujt më shumë, dikujt më pak. Mirë po, për shkak në raport me shumë për njerëz që nuk kanë dije fetare, na ka zgjeruar Allahu xhallahu ala mësimin e fesë. Na dim do sure që tjerë nuk i din. Na i dim do shartet e Islamit që tjerë nuk i din. Na i dim do hadithe që tjerë nuk i din. Apo me këtë që e dim, me këtë që Allah na ka zgjeruar, apo u azgjerojmë të tjerëve mundësin me infe, apo po ngulfatim e po ngushtojmë edhe ma shumë. Çka jetë të bu me këtë? Na duhet me kona ata që përgëzojnë. Në mërë me na kufesh edhe, këtë duhet me azgjenu pa leje fetare, apo? Por, duhet me azgjeru të tjerëve atë që u a kanë ngushtu shejtani. A nuk u a kanë ngushtu shejtani të tjere mundësin e përfitimin nga fali Allahut azza xal? Ke bo gjuna, sta fali Allahut, të që ke bo, apo, a është kjo ngushtim? Po, a është kjo kufizim? Po, ty Allah ta ka zgjeru këtë, ti e ke kalu këtë fazë, ti e pëndu të ka Allah xhallahu ala, ta shje në gjërsin e falës Allah xhallahu ala. Po këtë gjërsi bartë dhe tjerëve jepi shpresë e mëtë që të vinë këtë gjërsi të bartën nga e ngushti që janë duketuar, nga e kufizim i pa drejt nga ana e shejtanit që të bartën e gjërsin e falës Allah xhallahu ala. Kjo e bëhet me dije, për i pa e ditë të skredit mi kalëzua. Andë të jep njërë përgzime që dalin nga ngushtia e kësoj bote, për shembull, sa njerëz hjekin keq, vuajnë, për shkak se nuk janë në gjersin e kuptimit të drejt të kaderit, caktimit të Allahut azza xal. Se caktimi i Allahut të konë, apo ose kuptimi që mësu më herët se këtë është kufizim e zgjerime, këtu që i ceka. Sa njerëz vujnë për një mësimi, hjekin keq, shkojnë pashtë për një mësimi. Ty Allahu ta ka zgjeru. Aja ka zgjeru edhe të tjerë që ta ka zgjeru Allahu xhalla xhelaluhu. Që kjo është ajo që duhet ta kuptojmë në raport me emrin Allah Al-Qabid dhe Al-Basit. Do më përmend një shembull, një rast që ka ndodhur me dietarin e Sheikh Ibn Baz rahimullah. Edhe është rast i vërtet që më ne është adekuat për këtë zgjerim që po flasim në bazë të dijes që Allahu ta ka zgjeruar ty. Në më sa dia më gjon, më shumë zgjeron ai se ka kapacitet. Sa dia më ngushtë zgjeron, po bëri diku zgjeron, një zgjeron. Familjes tonë 2-3 vete zgjeron u ka pak. Mundësin e përfitimin nga fali Allahu xhallahu ala, mundësin e kënaqësisë me këtë fe, mundësin e përjetimit të jetës pak më ndryshe. Qysh ta ka zgjeruar ty Allahu xhallahu ala, zgjenoja kolegut ton, shokut ton, sa të mundesh. Mos i le të jetë kufizuar, apo po mundohu që me zgjerimin tënd të zgjeron të tjerët. Njëri nga thirrësit e njohur të kësaj kohe thot pata rastin të jem në një nej. Dhe në atë nej ishte njëri nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një Amerikan. Dhe duke bisedu me te, i thash, a ke lind musliman, apo e ke pranu islamin më vonë? Thot, udhëtimi jam në islam është shumë interesant. S'ka qenë musliman, kemi qenë në fe tjetër. Thot, baba e ka pranu islamin. Dhe pas e ka pranu islamin, na ka mbledh nonën, mu, vllon, motrat, apo, edhe na ka thonë, unë e pesë jam musliman, apo, a përnani ju, a se përnani punë e juve, ama qka të bëjnë s'keni qare pa buasju? Keni mu falë kur të falëna, keni me gjinu kur në gjinaj, qysh do një tani? Ndaq bëne për sevap, ndaq bëne për zar, ama qysh do keni me pas? Ha të du falëshim, pa di qka po bëjmë. Aju që i ka Allah akber, na që është mastina, pa kon musliman. Na merke në gjemi për sabath dhe këshkëshëm kom larë me babën, merke, s'ka me flajt. Me zërë na merke me shku. Ha të dhe normalisht ka pak, elhamdulillah, u bëne musliman tani me qef. I na i në fej me qef. Ta është të du me gjiku vëprinë e këti babë. Apo? Kërsa aja u ka zhenu, Allah është problemet. Apo? Qysh e ka zhenu, të tërtë meselë është aja, po kërsa e ka zhenu. Thot edhe,
çashtu nona u falke. U falke me motrat, bëleve ke kërë në gjami, një gjerata kërë zvike, thot, po nona se kumni kur të ra shahadet, apëtën. Se kumni kur të la ilaha illa Muhammedur Rasulullah. Ama kum pa tu fale, kum pa tu agjuru, kum pa tu arë në gjami, kum pa krejt. Thot, edhe vdish nona. Kër vdish nona, thot, më bo një mërzi e madhe në brendshme, thash, nuk e niva non të ra shahadet, po gëtë u shku në gjehnem. Edhe, nuk mund unë pajtu ma që nona e më shku në gjehnem. Nga mërzia e madhe, kjo ka përmend, domon, sikur se thojmë tek ne, as buk, as muhajk, as gjumë, së merke, qysh nona e më gjenem, adin që ka domon është kjo përgjithmonë, zel më korpi atjet, adin se komuniton shahadet, edhe i thash vetës tam, mos e ngarko vetëm për te i kësaj. Po shko vetë njëri dishëm për këtë punë. Shumë rast interesant. Thot edhe thash, s'pevez gjithë kanë. Se kjo punë bëhet fjallë për nonën tem. Apo? Cilë është njëri më i dishëm në tokë sot, i ka vetë ato që në konë, i ka onë dashë për më dishmin e ki i bën bazën në rahim e Allah. Ata që i ka pas, ata që në konë musliman, do gjallari, ka onë, apo lip njëri më dishëm në tokë, po, e njëri më i dishëm në tokë, këtë zaman të nemin është, Abdulaziz ibn Bazi. E ku është kjo njëri? Ky njëri është në Arabinë Saudite. E në cilin vend ka në Riyadh, në krye qytet. Tha, u përgatita me shku për në Riyadh, tha, po mbron me, tha, subhanallah, me vizitu Riyadhin para shtëpisë Allah xhallahu ala, po më morë pe Zoti apo. Se sim kun kur në Mekë, apo tash sefte po shkojnë ato vende. Edhe hera por si po shkoj pe vizitoj një njeri, edhe me një vend larg e pe anashkari çapën jo valla. Thash e nxjerra biletën po bëj umre, po shkoj në Mekë, bëj umre pastaj pi aty të shkoj në çapë, shkoj në Riyadh. Edhe ç'është vendosa. Kur shkova atje, tash lypsha njerëz që folin anglisht, se nga Amerika nuk din gjuhë tjetër për gjuhës angleze. Edhe rash në kontakt me disa që dishin, edhe ja sqarova qëllimin pse ko marr. Ko marr me pyet njërin më të dishëm tok për nonën tam. Në këtë rast veç ndoshta përpara kam bëu kia një ton këtu tim me bëu për një pyetje. Hat edhe më than që ke në fak se Sheikh Abdulaziz ibn Bazi është të dhënë ders në Çaba thon. Thash subhan zgjerimi i parë. Apo që s'pat në më shku atje. I dhash për parësi shtëpisë Allahut dhe Allah ma pruni njërin që e lypsha të shtëpia Allahut. Të shkova në ligjërat tek ai, edhe posa për ligjëratën, normalisht ata i ofruan, thanë ka një njëri kështu më radh, edhe ja shpjegova gjendjen time atë. Edhe i thash, çështo ku baba jon, çështo na ka baba. Nona u fal, ka agjëru, normalisht me qef, apo mi pas se kom një të thonë shahadetun, adin si na shku bashk me nonën, që adin saj u mësu, kur të banoj islam, më shku në gjamia, në qendër islam, atje publikon islam në ti, të nonën se këna qua atje, s'ka certifikat se u po muslimana, apo, edhe kjo po mbrejnë shumë se mos përshkojnë në gjehnem. Tha, edhe shekhi e uli kokën, që tash njerëz e di shumë që shbojnë, apo. Me pa vetë dikon për neve, Allah po vjen keq, e iq pa unë që kryt, apo e dim na përgjithësim, çuçi kishim ngushtu dikujt, baje keq. Tha e uli kokën edhe pastaj ngriti kokën dhe tha namazin që e ka bën, a e ka bën me presion pe babos a me qef? Jo, e ka me qef. Vet ku vjen ke vaku falke. Tha të përgëzoj se nuk është pe banorët e xhenetit apo. Shpresojmë apo që nuk jetë pe banorët e xhenetit. Pse? Thot po se s'ka kërkun. Thot a janë tehijat ka thon shahadat. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Ku ja ka gjetë alimi shahadetin, ja ka qit atje ku duhet. Mi azhënu dikujt. Andaj njëri dishim din ku me ta gjetë me ta të s'bjen më ne. I ka thonë nona jote ka vdek besimtare, nga se 5 herë ka ra shahadat, nëse u fal me dëshirë, pa presion, pa dhun, ka ra shahadat. E s'ka pasur pa thonë ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Andaj shpresoj që të jetë nga banorët e xhenetit. Thot ky lajm, thot vallahi më ka gëzuar më shumë se më thon mua ti e banor e xhenetit thot. U gëzova për shkak se nona jam pas ka kalu pragun e të qenërit përjetësisht në xhenem atë. Andaj ky zgjenim o zgjenim i madh apo. Zgjenim i madh apo. Në sa një vjen kriza apo kanë çështë më uzënuar apo. Gjithashtu e dini se në shariat do të thonë shkurëzimi është i kufizuar, është i kusar dush 300 euro talak shkurëzim apo të kthehej ja, është i kufizuar. Nuk ka shkurëzimi loj.
me lujt me te. Sa herë dush dam, sa herë dush bashkohem, ja, jeta bashkëtorë ka një kuptim, e ka një kufi, e ka një mënyrë tjetësisë, apo? Nuk është shfrenime, nuk është ndarje edhe ardhje edhe shkurje kur çush don partner. Shkurzimi është mundësia për shkurzim dhe kthim është 2 herë. Apo në qoftë se ndodh shkurzimi 3 herë, nuk ka më kthim. Nuk ka mundësi gruaja të kthehet burr, por me procedura të vështira pastaj. Tjera të procedura, por më rëndësish është që nuk ka mundësi të kthehet. I ka ndodhur njëri që shtot e ka lshu gruan 3 herë. Pas e ka lshu 3 herë, pas e ka lshu gruan 3 herë, pastaj ka thonë subhanallahu çka u bë, e bona ato që e prisha komplet, fëmia jën met, tash u shkuë ka vet, normalisht njëra të afërt, pe hoxhallarë ka në valla 3 herë, rregullisht, s'ka mundsi. E atje ka i ka thonë shkova të shih bimbazën rahimullahu. Bimbazën nal shumë, ka shkova të bimbazën. Sa më lart më mirë ki. Sa më lart më gjanë rrok. Ai ka ato zërime të vetë që Allah ja zënon, më shumë se tjerën ashtu. Thotë shkova të shih bimbazën rahimullahu, edhe pe tregoj se çështë ka ndodhur puna me gruan. Ai dhe gruaja vet bashk të shih bimbazën rahimullahu. Po i thamë hoxh, çështë më ka ndodhur ata. Po na ka me të fëmija, u shpartallu familja, po më nina shumë keq, a ka ndonjë rrugë dalje ata? Shej po më thot, tash janë ato pyetjet që mirët në pyetje personin fjalë. A ke bua, ke thonë, janë ato përzura si formular, po smushët ai po pyetet njëri për me ditë më dhon përgjigjen adekuate. Edhe tha, me një rast unë tu përgjigjet dikun shehi o kap. I ka i lyp ato far, apo mundësi që Allah ka dhënë. Tha dhu kap me një vend që gjeti rrugdalja. Tha për shkak që saj, talaku i dytë anulohet. Hera e dytë kër e kelshu gruan, nuk është talak. Anulohet. Apo dhe i bjen tash me njerën 2. Apo ki mundësi me e këti gruan. Dhe posa e ka zhënu, ai ky njeri nuk e përmbajt e vetën, e ka përqafu gruan e tij para bimbazët. Dhe pse ai kuni vert, po aty ka pas tjerë njerëz apo se ka marrë vetën e tij nga gëzimi i madh që është e mundshme që përsi unë po kthehet gruaja jam të shtëpia. Po vlas për tani që kanë normalisht të na 33 relshon Kosovë kanë pa me kthy, po njerëz që do me shariat, ne do me fe me bë këtë punë, me tu familjen me fe. Apo shikoj çfarë zgjerimi. Para këtij njeri tash më i thon për shembull, apo a pranon për bën të zgjerim ta zgjenu shtëpinë e ki 70 metra kator, po ta bëjmë 200 metra kator, veç gruan se ki. S'pranon. A pranon me të arrit rrogën 2 fesh kurgjë? Zënimi i tij më i madh që to. Si është zgjenu jeta, apo ku jetën e tij nuk është veç vetëm, po janë përfshi gruaja e tij, fëmijët e tij e kështu me radhë. Prandaj po flas për një shembull të nalt, e ta çdo kush për neve merr pikë këtij shembulli të poshtë sa të ka mundësi. Por zërojo njerëzve, o nderuar, zërojo njerëzve, mos u kufizon njerëzve. Ato që Allah xhallahu nuk e ka kufizuar. Nëse nuk din me zgjenu, apo s'po ku mos kufiza. Apo do njerëz nuk din me zgjenu, nuk din. Hani, nuk din me zgjenu, nuk din, normale mos me dit. Ama mos kala tash nënën të kufiza, pse s'po din me zgjenu. Jo le, se unë nuk di që ka rrugë dalë, unë nuk di. Mirë ti më shku me vet. Andaj barte dikon tjetër, mos ja kufizon njerëzve. Sa herë ja kanë kufizuar njerëzve ato që është halal ja kanë bëu haram, ato që është e mirë u kanë bëu jo të mirë, ato që ka rrugë dalë u kanë bëu pa rrugë dalë, duke kufizuar gjëra pa dije. Nëse kjo dikush thotë, këta kanë qenë fillastar kanë kufizuar, se na mos kufizojnë apo? Apo pas hap të pejgamberit sa zëm kanë kufizuar. A ja kanë kufizuar atë njeriu mundsinë për mula për marrë temëm, a njëru plagos në luft, edhe u qunë mëngjes i papastër, ka pasë në me marrë gusull, edhe ka unë hel të gjithu në limin rukësa, a ka në letim më murë, a ka në, ma zënani pak se mu la që plagë, zguzemi për e kujnë, ka unë, a ka ujë, po, s'ka temëm për t'jo, se duhet mu jek ujë, me ta zënu ty me temëm, ama ka ujë, që të është mundësia, s'ka të tërë. Ka la, është la, në regullë, që është më la, po thuen, apo, është la, ka vdek. Se pasuje në është përdërimi të ujët. Edhe, kur ka ndëgju për këtë pejgamberi s.a.s. Ka thonë, e vran, Allah i vraft, i ka mjaftu të emumi. Kush ka thonë që
që tejemumi është veç kur s'ka ujë. Kush e ka kufizuar dhe që të tejemumin? A ka mundësi me marrë tejemum edhe kur ka ujë? Ka mundësi. E kur është ajo? Po që ta o dhja, që ta do të marrë me mësu. Ama jo një regull e ka mësu dikon qashtut, edhe kejt mundohë që të mishti. Që këtë njerëz e ka mësu, një hadith e ka mësu, një e ka mësu, për çka të qoftë pe adhurimeve? Apo caktuara. Edhe mundohet kejt njerëz me i krahasu edhe me i gjyku edhe në bazë, kejt që të kështu mishti. Jo, Allah, dini është ma i gjonë se që ki ti dije. Ma i gjonë se një ajet, ma i gjonë se një hadith. Po flasë vazhdimisht mbrana kufive të fesë, jo me doli ashtë fesë, po mbrana kufive të fesë. Andaj, do njerëz veprojnë si kurse ka vepruar njeriu i verbët. I verbët, kur gjën këtë botë s'ka pa. Në moment caktum, i ka arë pamje. Dhe ka pa knusin në barë, gjelin. E ka pa në barë të vetën. Edhe pasi që ka pa gjelin në barë, është verbu përsëri. Krejt që ka ditë pe kësaj botë është një knus. Edhe tani keq që i ka vonë njerëzit, e kum bleni telefon, e kum bleni një diçka, ai ka matë, ma i madh se knusi, a më vogël se knusi. Sa i çaj ka ditë, keq i ka matë me një knus. Ai ka njerëz që fat keq veç me knus matin. Çi ka çaj, më shumë s'din Allah. Ti mat për vete, ama mos mat për tjerë Allah. Se njerëzit nuk mush njëri më u kurzu kuptimin ton. Njerëz nuk mund më u kurzu ti kufizimin ton. Sa kufiza, në qoftë se nuk u ka kufizuar Allahu xhallahu xhelaluhu. Njerëzve zgjënoja u sa të munësh deri në kufit e shariatit. Mos e u kufizo ato që Allah që ka kufizu. Nga se edhe në kohën e hershme e kanë zonë një njeri duke shpif hadithe. Para në fabrikë e haditheve të shpifura. Edhe kër e kanë kapë, për këtë ka dënim të keqë, përshka këse ti po dezinformon në emën pejgamberi s.a.s. Atëre e kanë pyet, pse ke rajt për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? Çe ka thonë? Edhe s'ka pas qëllim të keq. Ka thonë, i pash njerëzit që e kanë braktis Kur'anin. S'lezon kush Kur'an Allah. Qysh me këty njerëz që të hadithe? Kush nuk lezon një gjuz 200 vjet në xhenem, hadith. Apo mos i kufizolla njerëz të japën. A ka thonë kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? S'ka thonë. Pa i mirë me lezu njerëz, është mirë, po mos i kufizolla Allah kështu se nuk mosh se kiti drejt në kufizimit. Kush e lezon kështu andaj ka shpif hadithe me 100 hadithe. Për vlerën e leximit të Kuranit, për vlerën e leximit të sureve të caktuara, me njerëz që njerëz më i kthyn Kur'an. As ka ajete në Kur'an, edhe nuk ka hadithe të mjaftueshme për më kthyve që duhet me shpifa? Ka sa dush vallahi. A nuk ka ajete të mjaftueshme, edhe nuk ka hadithe të mjaftueshme për me i friksu njerëzit dhe me kërcënu për mëkatet që të kthehen në pendim, veç duhet me shpif, shembuje, çfarë duhet mi tram njerëzit me ato punë? S'ka nevojë valla, s'ka nevojë. Ane për shembull sikurse e kam përmend shumë raste të ndryshme që përhapen për internet. Në këtë deti me dallga të ndryshme, apo këtë internet që po përplasën vazhdimisht viktima të shumta që nuk po dimë në tunta. Njënit ja kanë qelë vorën, mas 6 vjetë e kanë gjetë një gjarë për një këshim të qafa, pëtën. E kanë vete, që ka bu kë njëri s'ka falë namaz, pëtën. A përshë kur s'falet, gjarë një... Allah, ka muj... Pse kësi argumente, pse? Ati tjetët për shambull, ku e diune, tu lypë në Rusi, dikun dzeha, që kanë lypë në tokë, atë naft kanë lypë, për njerë kanë një do britma, tu bërti do diqka, do zona, kanë një unike, të një vetë dikone, të një hoxalar, dikone, ja, këto e në do të vdekune, po dënohën vara, kjo është argument se njerë dënohën vara. Subhanallah, s'ka nevoj me kësisane, Allah, nuk ka nevoj. Për iso ka argumente bazë. A është shariatin munges të argumenteve bindse që duhet me plotësu verzionin me tjera? S'ka nevojë vëllai. Ama në munges të dijes njerëzit kanë merak me kësi pralla më marrë ata. Kanë merak me kësi pralla më marrë. A ka mujt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju kallëzu njerëzve? Me u qit përpara ekranin që dikush dënohet çka qyre? Filoni. Ka mundsi vëllai. A ka mujt më kallëzu për çdo hap në tokë që e qet, çka po bëhet në tokë? A ka mujt më kallëzu? Ka mujt më kallëzu? Ama këto s'u kanë pjesë për bërse e prezantimit fesë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Feja jon ka kërcënim, edhe feja jon ka inkurajim. Nuk bën veç inkurajim, veç çaf njerëzve, po nuk bën veç kërcënim.
Kjo më njën. E dyta, inkurajim, po inkurajim fetar. Jo njerëz mi bëjë qef, mi e zgjenu njerëzve, sikur saj që ka thonë, unë i kom pru në gjami, mathun të ashtë i bëni, dathun, apo, Allah, nuk mund njerë që ani, unë me thonë dikush, unë abdes së në marë. Së në marë, se gjysh këtila, së gjithë tani komët, së mësu mila komët, apo, ani, hajde fale që është pa abdes. Ka thonë pejgamberi në zgjenani. Apo, jo Allah, ti s'ki të me, kush të ka thonë ty që bënë marë në gjemi pa abdes, ti s'ki për të argument, mëse u zgjenat ti për vetës tone. Zgjenaj o njerëzve. Ti mush me thonë halë këtë qëre, ti mush marë më falë dhe pa abdes është për jote. Po në regullë se ki, ta është të qysh dush. Do të mi ka zubile qysh është, që ka bënaj? Pas ta është që ti. Nuk bën njerëzve mi o bo halal haramin në emën të zërimit. Kjo jetë haram. Por kur e hek të kjo haram nuk të pengon më falë. Po, kjo e mesatarja. Kjo është haram. Ti e din kur largosh. Ti e din kur pendosh. Kjo haram mos të bëhet penges mi falë 5 vakte. Falu, edhe pse ke këtë haram. Ama nuk po ta lejojene. Që kjo është zërimi i duhur. Edhe e kthen pozitivisht atje ku duhet, por edhe nuk ja zgjeron pa argument. Edhe nuk e ngushton pa argument. Andaj feja jonë është po e ndërtuar në inkurajim, por inkurajim fetar, inkurajim të argumentuar me fakte. Edhe gjithashtu të kërcënim, por çfarë kërcënimi? Thash kërcënim me ajete, me hadithe, ballko, heq pa prunë me nërtoke, me toke, me gjarpna, me akrepa, me s'ka nevojë. S'ka nevojë njerëz me i friksu më shumë se që i ka friksu Allahu xhalla xhelaluhu. Kaq është e mjaftueshme që njerëz më kytë rrugë Allahu xhalla xhelaluhu. Prandaj Allahu xhalla ta ka zgjeruar ty ndije në kuptim zëreu të tjerëve. Ta ka zgjeruar Allahu xhalla në pasuri zëreu të tjerëve. Ta ka zgjeruar Allahu xhalla në autoritet zëreu të tjerëve. Përdor autoritetin tënd për të bërë zgjidhje njerëzve. Në çka do që Allah ta ka zgjeruar ty përdore për t'ia zgjeruar vetes fillimisht fen tona e pastaj për t'ua zgjeruar të tjerëve atje ku është ngushtuar. Kjo është një kuptim i rëndësishëm i emrit Allahut El-Qabid edhe El-Basit. Gjithashtu këtu duam të përmend edhe një dobi të radhës që ka të bëjë me raportet ndërnjerëzore mes kufizimit edhe mes shtrirjes. Apo, nëse edhe raporte me njerëz ka probleme nganjëherë në kufizim të raporteve, edhe ka probleme në shtrirje të raporteve. Edhe këtu duhet me pasni mesatare. Apo, a duhet me kon njeriu i shtrirë në raporte me njerëzit përgjithsisht, dhe a duhet me kon komplet i kufizuar? Këtu është mesatarja. Këtu është mesatarja. Prandaj, Ibn Qayyim rahimullah e ka përmend se njeriu nuk duhet të izolohet nga njerëzit, veçanërisht me bindjen se ata janë të prishur. Sa njerëz për shembull largohen nga shoqëria, largohen nga vendi, largohen nga komunikimi me njerëzit, apo në emër të asaj se imani jam rrezik, ajo më së miri këtë jetë në shkatërruar. Kur sumet i mirë veç ajo met, e tash si bjen tamam me ata do të më larguar. Ky kamp, kjo tërhiqje, ky kufizim është i dëmshëm. Nga se e ushqen njeriu me gjëra më të rrezikshme se që kështë e pas mundësi me i fitu në qofë se shoqërohet me ta. Në qofë se shoqërohesh me njerëz të të mirë, çka mundësh mu dëmtu? Po flasë mu shoqëru në kuptim me nejt, një folë, me produktat për tyne. Në qofë se ik pe ketë njerëzve, s'ka mundësi ketë me kont këqi, po që, si në basë verzionit ti personal, në qofë se largohet pe ketë tjerve, po të ishte të shoqëru me ta, çka kishte me hu? Për shambull, kishte me ndëgju lëllë e fjale. Damashja. Kishte, për shambull, eventualisht mu përfshin dhe një përgojim. Përgojan, edhe kjo është gjuna i madhë, po, tjetër, disa për gjërave. Mirë, në qoftë se përzijesh, këtu e ndëmtimit eventuale. Në qoftë se izolohesh nga shoqëria, në emër të asaj se ti i ruajturi dhe këta janë të prishur, dhe ti në qoftë se bashkohesh me ta prishësh, e tash në këtë rast të izolimit, a rrezikohesh me ndonjë dëmtim apo këtë pozitivitet? Rrezikohesh me dëmtim shumë më të madh se me shoqërim. Pse? Pse mjafton mendimallësia dëmtim. Mjafton vetpëlqimi dëmtim. Mjafton. Mjafton që kjo. Qase mendimallësia është më e keqe se zinaja. Mendimallësia është më e keqe se hajnia. Pse?
Nga se pejgamberi s.a.s. apo, në është kjo, nuk i bjen që zinoja, kjo është harami më i fllëqt, më i keq, apo, madje ulemat e kanë krahasu zinon me vrasjen. Ajo është e keq, është e pist. Mirë po, kur të marrësh me mendimallësinë, dy të fllëqta, dy të këqija. Por mendimallësia është më e keqe. Pse? Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, për mendimallësinë ka thonë, nuk ka me hinë xhennet ai që ka sa një thërmi mendimallësie. Një grimës më të vogël me pas nuk e shjen xhenetin. Ai që ka në zemër mendimallësi kaq sa një grimës e vogël atomi. Nëse për zinon s'ka thonë çfarë. Apo njëri për me vjedh, për shembull, me vjedh një kokër gruni. Nuk ekzekutohet, nuk dënohet. Apo se një kokër gruni. Ama një kokër gruni me mendimallësi me pas, jo që dënohet, po do të privohet nga mundësia me një xhenet. Mbetet në xhenem. Atë që kusht është e madhe. Kur ti marrësh të dyat, me njerëzit kur përzihesh, po mundesh me u prek me do punë. Por kur izolohesh komplet, prekja është më e rrezikshme. Andaj, njëri e matë me këtë shtrirjen dhe kufizimin. Edhe kontakti me njerëz nuk është i një lloji, nuk është i një niveli. Ka njerëz që kontakti me ta është sikurse kontakti me ilaçin. Ti ditë për ilaç spin, apo po ki në një problem caktuar, kontakto me ta për ta largu problemin e caktuar. Edhe u kry puna. Apo ka njerëz që kontakti me ta është sikurse ata bin Khaymer rahimullah, sikurse oksigjeni. Që smush pa ajër, smush pa këta njerëz. Ta ulemat, smush pa ta. Nuk mundesh pa ta. Njerëz të mirë, devotshëm. Edhe varësisht nga nevoja që i ki për njerëz, bëhet edhe përzierja dhe kontakti shoqëri me ta. Varësisht nga dobia që e ki në zgjerimin e fesë, bëhet kontakti me ta. Dhe nuk duhet njeriu që në emër të asgjëje të vendos për ndonjë përcaktim. Ja integrim komplet i pa kufizuar, ja izolim komplet i pa koordinuar dhe i pa kurzuar dhe i pa rregulluar. Të dyja janë ekstremizma. Besimtari përzihet, bëhet pjesë e shoqërisë, integrohet, por e ka një zonë të izolimit të tij ku e harron fenë e tij. Dhe gjithashtu ka thënë Ibn Qayyim rahimullah se kur bie fjala për kontaktin me njerëz, thot mos i privon njerëzit nga e mira që Allahu ta ka dhënë. Në këtë rregull. Çdo të mirë që Allahu ta ka dhënë dhe njerëz kanë mundësi me përfitu prej teje këtë mirë, mos i privo të tjerët nga kjo e mirë në emër të çfarë do të mirë që ti arrin. Në emër të çfarë të mirë që arrin. Në kuat saktuar, po, për shembull, pejgamberi mohini tikaf, apo 10 ditë, mohini tikaf, normal. Po a kon këtë ditë aty tikaf? A më shumë përzi pejgamberi sa sa, a më shumë kon izolum? Përzi me njerëz. Kjo çfarë probleme kanë? Në ato që Allah ta ka zgjeruar ti mundohet të ozërosh. Kjo është ajo që ka të bëjë me mesatorën e përzierjes. Ndërsa në raport me Allahun xhallahu ala, çish funksionon kjo apo shtrirja dhe tërheqja? Çka nuk kupton kjo shtrirja dhe tërheqja? Ibn Qayyim rahimullah thot se ka një pozitë, do të thotë që e përmend në Medal Salikin Menzatul Bast, pozita e shtrirjes. Qysh shtrihet besimtarë, qysh të kurrët me ditë në raport me njerëz, në raport me Allahun xhalla xhelaluhu. Në raport me Allahun te bareka taala vënëruar, ka thënë Ibn Qayyim rahimullah, nuk duhet të ketë frikë që jahbisu. Apo la yahbisuhu al-khawf. Ka njerëz që frika e teprume ose e keq menaxhume i ka privu nga pritimi i kënaqësive ndaj adhurimit me Allahun xhalla xhelaluhu. Sikur njerëz për shembull, këtë mat i kanë të xhenemi. Të raporti tyri vetëm me Allahun xhalla wala është i të kurrën këtë kënd. E ka të kurrë vetën e tij në këndin e frikës, e cila ja ka pamundsu një shoqërim dhe miqësi me Allahun xhalla xhelaluhu. Ja ka pamundsu një mendim të mirë për të, që këtu duhet më ushtri pak, mos me kon këtë të kurrën këtë kënd. Po frika duhet të jetë, e ka një ndikim, por nuk duhet të jetë kanali i vetëm i komunikimit me Allahun xhallahu ala frika. Qase se ka kërkuar Allahu xhallahu në këtë drejtë. Dhe sa njerëz për shembull e një ders për xhenemin
sun kfillet më, sumet më as me hungar, as sumet më zvet, as sahid me pas, sa xhenemi çaq apo që duhet njëri tash këtë jetën e tij xhenem me pas, apo më të kur. Ka se kjo nuk është shtrirje e kërkuar ose të kurrë e kërkuar në raport me Allahun xhela xhelalu. Po, duhet më ngrej kom për balë Allahut xhela xhelalu, mos shtri fort. Apo, me pa jo më të kurrë komplet. E çysh më apo ka thon? La yahbisuhu al-khawf. Mos të fut në burg frika. Apo më akufizu. Thot po gjithashtu la yahjubuhu ar-raja. La yahjubuhu ar-raja i bën që mos të verbënon pi do pamjeve shpresa e madhe. Tu shpresu, hiç syr ka xhenemi. Këshyr veç ka vlla bardh, gjelbërt, mirë, xhenet, apo ke yahjubuhu ar-raja. Apo hajb ja vënë perde. Shumë sana nuk i sheh për shkak të shpresës së kot. Edhe kështu s'bën, edhe kështu më lëshu fort s'bën. Apo nuk bën kështu më lëshuave. Dhe ka thonë wala yahulu dunahu Adamun wala Hawa. Apo edhe ka thonë nuk i qëndron mes tij mes Allahut as Ademi as Hawaja. Në kuptim njerëzve, as burr as gru. Vetëm Allahu xhallahu i kryen punë. S'ka ndërmjet me cima japën. Çka ka ai drejtohet Allahu xhallahu. Këtë çka ka. Në kjo është shtrirje. Këtu Allahu xhallahu ala të ka leju më ushtri. Për shembull, ke pa me njerëz ka disa kërkesa që respektin ndaj tij nuk lën me lyp ato. Nuk mundesh. Respekt ndaj tij dysh po vjen keq, apo i thosh vetë se dysh i ki punë me to, atë apo i thu, na kështu jetë bëjmë njerëz kështu veprojnë. Kini kërkesë saktuar ty duhet, po të vjen keq më thon, se respekt ndaj tij nuk apo nuk lën më ushtri sa duhesh për ballë tij apo. Nëse Bekaj Ibrahim thot, kërkesa që i ki shtriu për balë Allahu xhalla xhelaluhu. Kërkoj para tina. Nuk duhet këtu asnjë njeri, po vjen gjysh keq më thon Allahu, a pe thosh me vend me jep ja çtira u bë këtë, s'ka kështu. S'ka kështu. Raport me Allahu xhallahu ala në kërkesa që i ki shtriu. Kërko pe Allahu xhallahu ala tër atë që duhet për dunjë dhe ahiret. Dhe kjo është një metodë e rëndësishme e të kurrjes, e tërhiqjes, edhe e shtrirjes, edhe në raport me njerëzit, edhe në raport me Allahun xhalla xhelaluhu. Prandaj besimtari e din se duhet me ndjek mesatarën, edhe në raport me njerëzit, edhe në raport me Allahun xhalla xhelaluhu. E din se ku duhet me njerëzit me ushtri e ku duhet me utkur. Në bazë të asaj të parë që e ceka, në bazë të shtrirjes dhe të kurrjes së hapësirës së tij së fesë. Edhe me Allahun xhalla xhelaluhu. Mos mund të që 10 ditë falna, apo në Ramazan që s'ngjinoj, Allah si kshu të punë munaj, kena mashlir të punë me Zotin. Jo Allah kshu bajgi Allah kshu. Nëse ma Allah kshu me ty se me tjerë. Andaj mos u shlira fort, se do njerëz kanë llogaritin një far kreditit caktuar fetar që ka pas, e ata dysh çlirohen me Allah pak më fort. Atë pak në fjalë thot në mendim e thot pak më shlir tash që ku boni stazh tash edhe Zoti fort s'mi kshu fort, kam një drejtë edhe me thoni mendim. Ja, këtu gjithë mund të kurru. Gjithë mund me dim me konit kurrën, gjithë mund këtu me konfrika. Por mos më fol për fen Allah xhallahu ala, nga se nuk është fen Allah xhallahu ala kjo punë me stazha me përvoja, i ke bëu 30 vjet në Islam, që 30 falësh pejsa tash ti çej komt atë. Mundesh me shtra komt, edhe mundi pak më shlir. Jo kur mos i shlir atë. Por edhe nuk kupton kjo se ke kalu për një bote me mëkate, me gjëra caktuara, gjithmonë duhet me kom me një qeshi të kurrën, ja, s'ka si bjen ato. Por mesatarja. Edhe në kërkesa s'ka me përdor kërkon. Nuk ka këtu ngushtim, po ngushton mi thon Zoti, si jam ngushtu, ai e din çka kimi thon, edhe ai e din çka i thosh ti këtij, pra i mi thon Allah xhallahu ala, ai e din. Kështu mos lejo me intervenu as me qëndru mes teje dhe mes Allah xhallahu ala, thash, sikur se ka me Bekaj Allah, as Adam as Hawa, as Ademi as Hawaja. Në të kuptojmë as burr, as gru, as kush mos të qëndron mes teje dhe mes Allahut xhallahu xhelaluhu. Dhe e fundi që dua me përmend pe kuptimet e emrit el-Qabid dhe el-Basit, krahas kuptimet shumë që i përmendëm, është edhe ta lutim Allahun xhallahu ala me këtë emër të nderuar. Nga se Allahu ka thënë walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Allahu xhallahu ala i ka emrat e bukura, andaj luteni dhe thirreni përmes tyre. Andaj ta lutim Allahun xhallahu ala me këta emra
dy emra të bukur që ti mësum, që Allahu xhallahu ala na e zgjeron zemrën, na e zgjeron kuptimin, na e shtrin mundësinë e ndikimit. Apo, qase ajo është elbaset. Dhe gjithashtu Allahu xhallahu ala na e kufizon mundësinë e bërjes së keq, na e kufizon mundësinë e padrejtisë, na e kufizon ato që na bën dëm, nëse na e shtrin dhe na zgjeron ato që na bën dobi. Na kemi nevojë shumë për si lutjesh, dhe këta janë dy emra adekuat, përshtatshëm që Allahu xhallahu ala ti drejtojmë me këta emra. E veçanërisht kur vet Allahu xhallahu ala ka përdor veprimet e këtij emri për vepra të caktuara. Për shembull, Allahu ka thonë, ose sikur se ka në hadith pejgamberi sa son, inna Allaha yabsutu yadahu bil-layl. Allahu e shtrin dorën e tij apo gjatë ditës. Andaj përdor këtë emër thuj, o Zoti jam, ti që e ke shtri, apo ti që e shtrin dorën tënde gjatë ditës për të pajtu dhe për të kërku falje mëkatari natës, ja unë mëkatari natës kam ardhur përfitoj nga kjo shtrirje. Apo përdor këtë emër të Allahu xhallahu ala, për atë që Allahu ka thonë, ose ato që ka thonë, yaqbid. Allahu xhallahu ala ka thonë në Kur'an e ka përmend se qiejt edhe toka do të jenë në dorën e Allahu xhallahu, do t'i kap Allahu xhallahu ala, apo do t'i kap Allahu xhallahu ala. Ma e thuaj Allahu xhallahu ala, ai që e kap tokën dhe qiellin, ai që e mban tokën dhe qiellin, lutë Allahu xhallahu ala që me këtë emër që është dëshmi e fuqisë së tij, ta kap ndonjë armik që po të bezdisë apo të shqetëson. Ta kap ndonjë të keq që të është vërsul që mos më dëmtu. Lutë me këtë emër për këtë kapje që ty duhet, qase duhet dikush me i kap dë njerëz për me trujt Allahu për tyne. Duhet me i kap dëshire për me trujt Allahu xhallahu ala. Andaj ai që ka fuqi me kap tokën dhe qiellin, madje me i mbështjell qiellin me dorën e tij, apo torat fuqi dhe atë madhështi dhe atë madhësi që ka Allahu xhallahu ala, a nuk ka mundësi me kap edhe me pështjell në zullumçar që po të bën zullum? Lut Allahu xhallahu ala. Prandaj përdorimi i këtyre emrave për kësaj lloj kërkesash është i kërkuar nga Allahu xhallahu ala, ne i ka mësuar këta emra o vëllëndëruar që ta njohim Allahun xhallahu ala për ta përmirësuar jetën dhe për të kuptuar se jeta funksionon në bazë të këtyre emrave të Allahu xhallahu ala. Andaj a është Allahu qabid dhe basit, sikur sa që kam fillim, a është Allahu xhallahu ala ai që kufizon diçka dhe shtrin dhe zgjeron diçka, po jeta pra është e tillë, e pra kuptohet e tillë. Dhe gjithashtu Allah po më ka dikon me lëshu e dikon me majt. Lutë Allah në xhallahu ala që me të lëshu kuptimin e fesë, me të lëshu njerëz të mirë, me të lëshu bereqetin, e lutë Allah në xhallahu ala me i kufizu dhe me i madh dhe me i rujt. Të këqija që mos dëshojnë ka ti, njerëz të këqij mos dëshojnë ka ti. Allah në xhallahu ala të gjithë shejatint i burgos në muajin Ramazan atë. Apo ka mundësi me i kap, ka mundësi me i nal. Lutë që me i kufizu dhe me i kap për ballteje gjatë tërë vitit dhe gjatë tërë jetës tënde. Lutë. A ka mundësi? Ka mundësi. Nështë kur se ke lutë Allah në xhallahu ala për me kap një armik toni me këtë emër. Tash e një Allah në xhallahu me këtë emër dhe e din kuptimin, lutë Allah në xhallahu ala me këtë emër. Prandaj pejgamberi sa më ka mësuar që ta lutim Allah në xhallahu ala me këtë emra, varësisht në ato që aludojnë këtë emra. Prandaj sikur se i themi o ti që i gjithëmshirshëm më fal, o ti që je i gjithdijshëm më mëso mua, o ti që i gjithfuqishëm më jap fuqi mua, gjithashtu thuj o ti që u ashtrin robëve tua tu mirësin dhe u azgjeron kuptimin e fesë, ma zgjeron dhe mua kuptimin e fesë dhe mi zgjeron mundësit e përjetimit dhe ndikimit të kësaj feje të kune dhe mi kufizon mundësit e sherit dhe kapi armiqtë e mi mos i leja që të më dëmtojnë dhe të më pengojnë në rrugtimin tim drejteje. Kjo është dua madhështore që kush bën kësi bashkimi mes emrit të Allahu xhallahu ala dhe kërkesës që e ka, padyshim se kjo është një shenjë dhe sinjal i rëndësishëm që jep me kuptues se kjo lutje inshallah nuk do të shkon hoq dhe do të pranohet. Këto janë disa prej ndikimeve dhe mësimeve që dalin nga këta dy emra të Allahu xhallahu ala. Elos Allahun e manduar që Allahu xhallahu ala me këta dy emra na zgjeron jetën për smiri të gjitha ato fusha që kemi rëndësi dhe kësart na kufizon kufizimi mos tjetë asnjëherë në rrafshin e fesë, por nëse është tjetë në një rrafsh tjetër dhe tjetë për të mirën e fesë tonë. Të kaq po i do fundin takim në arshëm, Zoti ju shpërblet. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam.